Benjada Nishani rrëfen raporti me Jori Delin dhe Heidi Bacin. Miqësitë e vërteta nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha. Modelja dhe ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Benjada Nishani, ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një më të brendshme të jetës personale. Duke folur hapur për marrëdhëniet që ruan me dy mikeshat e saj të njohura, Jori Delin dhe Heidi Bacin. Në rubrikën e pyetjeve që zhvilloi në Instagram Story, ku u dha mundësinë fansave të bëjnë pyetje nga më të ndryshmet, një prej ndjekësve pyeti se si janë sot raportet e saj me Jorin dhe Heidin. Si gjithmonë e sinqert dhe e thjesht në përgjigjet e saj, Benjada zgjodhi të flasë me shumë dashuri e mirënjohje për të dyja. Me Jorin njihemi prej shumë vitesh. Është një nga ato marrëdhënie që nuk kanë nevojë për fjalë apo shprehje të bukura. Mund të jemi larg për ditë apo javë të tëra, por është sikur flasim çdo ditë, shkroi Benjada, duke treguar se lidhja e tyre është ndërtuar mbi mirëkuptim, respekt dhe një afërsi shpirtërore që nuk cenohet nga distanca apo rutina e jetës së përditshme. Ndërsa për Heidin, modelja shqiptare zbuloi se miqësia e tyre ka lindur pas eksperiencës së përbashkët në reality show më të ndjekur në vend, Big Brother VIP Albania. Me Heidin jemi njohur pas eksperiencës së Big Brotherit. E vlerësoj shumë, është një person shumë e sinqert. Edhe pse shihemi më rrallë për shkak të ritmeve të jetës dhe punës, u shpreh ajo me dashamirësi. Në përfundim, Benjada theksoi se pavarësisht famës, angazhimeve apo distancave, ajo mbetet besnike ndaj vlerave të miqësisë së sinqertë, duke nënvizuar se lidhjet e vërteta nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha për të ndjerë të thella, mjafton ndjenja e pastër dhe besimi që i bashkon njerëzit me shpirt. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.